Koalicioni Vlen ka hapur shtabin e ri në Gostivar, një hap që i paraprim bashkimit të 4 subjekteve politike në një parti të vetme. Në takimin e mbajtur me struktura dhe aktivistët e Aleancës për Shqiptarët, u diskutua për zhvillimet e fundit politike dhe për hapat që pritet të ndërmerren në kuadër të funksionimit të Vlen. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se takimi kishte për qëllim informimin e antarësisë për proceset politike, por edhe marrjen e sugjerimeve dhe ideve nga strukturat në terren. Ideja është që të takohemi me gjithë strukturat, të japim informata për proceset politike, gjithashtu të dëgjojmë kritika dhe vërejtje, edhe sugjerime nga struktura, po gjithsesi edhe riorganizimin në këtë periudhë që do jetë periudhë shumë intenzive, pra ideja është që të vazhdohet më tej. Sot ishin strukturat e Aleancës për Shqiptarët në Gostivar, kishte nga Tetova dhe nga Kërçova, edhe nga Struga, pra do vazhdojmë me takimet edhe në të ardhmen me pika të ndryshme të strukturës së Aleancës për Shqiptarët. Sipas tij, bashkimi i Vlen në një parti të vetme tashmë është vetëm çështje administrative. Aliu theksoi se ky proces duhet të zhvillohet me kujdes dhe transparencë. Çështja se si do të bashkohet Vleni në një parti është procedura administrative, ne për atë shkak jemi sot këtu dhe t'i informojmë. Besoj që do zgjas një periudhë derisa strukturat bashkohen në një. Ky proces duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe transparent. Për këtë arsye edhe njerë potensoj, është mirë që secili antar i Aleancës për Shqiptarët të njoftohet për procedurat administrative. Në takimin e mbrëmshëm në Gostivar u panë së bashku dhe 2 deputetët e Aleancës për Shqiptarët, Ilir Demiri dhe Mimoza Musa. I pyetur nëse bashkimi i deputetëve nënkupton një derë të hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të rikthehen në Aleancë, Aliu përgjigj shkurt se bashkimi gjithmonë sjell më shumë forcë. Iliri si deputet i Aleancës për Shqiptarët që tani u bashkua në strukturën e Aleancës për Shqiptarët në Vlen, urojmë të ketë një këmbë e mbarë dhe të vazhdojnë edhe kolegët tanë të tjerë, bashkëpartiakët tanë që janë momentalisht larg kësaj strukture, me qëllim që të bashkohemi, për shkak se bashkimi gjithandej ju e dini edhe në fillore mësohet, ban fuqi. Ne besojmë në bashkim, kemi vizion dhe ide të njëjtë, kështu që është shumë lehtë të jemi bashkë. Ndërkohë, liderët e koalicionit po vazhdojnë negociatat për finalizimin e Vlenit në një parti të vetme. Lëvizja Besa, udhëhequr nga Bilal Kasami, ka shkarkuar kryesinë e partisë dhe ka autorizuar Kasamin për të vazhduar negociatat për formimin e subjektit të ri politik. Një hap të ngjashëm ka ndërmarrë edhe Lëvizja Demokratike, ku lideri Izet Mexhiti është autorizuar të vazhdojë negociatat për bashkimin e koalicionit në një parti të vetme. Drejt këtij procesi po shkon edhe Aleanca për Shqiptarët. Në këtë mënyrë, procesi i konsolidimit të Vlenit po hyn në një fazë vendimtare, me synimin për të krijuar një subjekt të vetëm politik në skenën shqiptare në vend.